Zotë Andrea, ka i mungesë vullneti për të ftuar korrupsionin? Problemi, nëse do e kisha, problemi është se këtu ruhen disa parime për mënyrën e funksionimit të shtetit. As i parim të vjetë e qytetarëve tash, as i parim duhet të... Çfarë është ai parim që kanë vjetur? Po shitë zot, merrja e deputetëve dhe influencionit dhe bani publike. Se kjo tani, ose nëpërmjet të mjeteve që juve keni, shkoni dhe mënyrë si... Deputetët kanë çikë imunitete, në rast se duhet ta çojnë luftën politike deri në fund, le të bëhen terrore, le të hyjnë 1-2-3 muaj në aty ke vendit. Aty unë jam për atë. Tani ti ju ta kishit do ta publikoj si logjik. Jam për këtë që gjëra të kësaj natyre. Ne si juristë dim nevojën ekstreme. Absolutisht. Nevoja ekstreme është e mirë. Që duhet sakrifikohet 2-3 veta në mënyrë që gjërat fillojnë të rregullohen. Edhe 100 sakrifikohen juve. I vini anës, edhe 100. Kjo është e vërtetë. Sot kemi... Edhe 100 sakrifikohen. Jo, më realitetën dhe me 100 të sakrifikohen këta. Këta ku përpiqen që me skapin e tyre të bëjnë të bëjnë edhe lojën politike, të bëjnë kredon politike. Po le të merren gjithë ditën. Nuk i vinë anës, nuk i vinë anës. Nuk i vinë anës as që flasim me vetë. Strada Firit. Jo, nuk është lidhje. Është e vërtetë. Nuk ka çepën. Është e vërtetë sepse po të shohësh dhe luftën kundër korrupsionit, kjo është çudi e madhe, sepse zoti Lita flas politikisht më zotërisht, po flas nga ana. Unë flas penalisht. Aty jemi në rregull. Sonja është e nderuar, është në hetim, është prezumimi pafajësim. Këto këta ju intereson që të bëjnë thashë një herë, me skapin e tyre të bëjnë politik, edhe kërkojnë që ndaj një personi i cili nuk ka asnjë rrezikshmëri dhe problemi është ka një ndikim politik në vend, kërkojnë që ta bëjnë si kokturku. Problemi është se unë kam në të djathtë një të majt. Çopin veten e vet një herë ku ja vetë kërkoje jo, kam në të djathtë një të majt, por problemi është që nuk e kisha ke zonja. E kisha ke koncepti që derisa prokuroria e posaçme gjen zvëns kryeministrin, domethënë zvëns kryetarin e ekzekutivit. Po e themi një, gjen ministra, gjen shumë kryetar bashkisht. Këtu ka një problem serioz. Nuk është problemi më për të thënë që na kanë prekur, s'na kanë prekur. Dhe pasaj, atë teorinë që, shiko, kjo mazhorancë bëri reformën dhe shumë mirë që po e ham vetë, kjo nuk shkon. Në ase teoria e krijimit të një reforme normale për popullsinë është brenda normave të drejtave dhe lirive të njeriut, atëherë ne do ngecim ke ajo i famshme i Bari, se 23 i famshëm duhet lidhet me 24-ën. Dhe në rast se ti e shikon që reforma në drejtësi, pavarësia e gjykatave, lufta kundër korrupsionit, drejtat e njeriut, mbrojtja e minoriteteve, funksionimi i institucioneve të drejtësisë, të ndërtuara bashkë, ne na duhet një epokë, tha dikush, dhe epokat në Shqipëri janë 50 vjeçare. Prandaj ky është element shumë i rëndësishëm për të kuptuar që në rast se e bëjmë reformën për sistematikën e përgjigjes së BE-s në lidhje me i Barin, jemi në rregull. Në rast se e bëjmë për të qenë funksionale drejtësia, jemi përsëri prap aty ku ishim. Dhe përsëri po të them, në rast se kanë ikur 400 gjyqtar për shkak të vettingut, po 400 gjyqtar po për shkak të këtyre shkaqeve dhe kritereve kanë mbetur brenda. Prandaj është një situatë e cila po me të njëjtat kritere ka hequr 400, po me të njëjtat kritere të njëjta kanë mbajtur ata 400. Kështu që këtu le të rrim ke standardet europiane, të cilat po i nxjerr zbuluar dhe Strasburgu dhe elementë të tjerë të gjithë sistemit. Përsëri të ndalojmë ke qytetari që ju me të drejtë si të majt e keni mbretin e mbretërve, pas të gjatit. Qytetari është gjithmonë prapa dyerve të gjykatës. Është duke pritur 10 vjet për të divorcuar, nuk guxon të zgjedh me gruan. Është duke pritur 10 vjet për të ndarë gardhin e shtëpisë, nuk guxon të zgjedh me komshiun. Është duke pritur 10 vjet për të hequr dikë nga puna, se nuk guxon të hiqet dikush nga puna sepse procesi gjyqësor për heqje nga puna zgjat. Është duke pritur patjetër derisa të dalë në gjyq me drejt për atë që thoni ju prezumimin e pafajësisë. Edhe kalojnë afatet e paraburgimit, e çohet dhe Strasburgu dhe çohet dhe i Bari dhe thot e 23-shin e plosove të lumtë bëre reformën, ja futet gjithë atyre e nxore nga vettingu, po sprocon 24-ën se shkele lirit dhe drejtat e njeriut, se për shkak të 23-shit këta po rrin brenda. Dhe të gjithë këto element e bëjnë një kakofoni për të cilën në derë të gjykatës shkon ai që do të ndahet nga gruaja, ai që do të zgjidh gardhin, ai që do të heqë dikë nga puna, ai që ti si ekonomist e di shumë mirë